Shikues të nderuar të televizionit Adeu, jemi rikthyer në hapësirën e denoncimeve të qytetarëve. Do të jetë një qytetar i cili do të denoncojë konkretisht kompaninë luksoze Arera Automobili. Sipas tij, kjo kompani i ka premtuar atij pozicionin e CEO-s dhe 350.000 euro në sa i përket aksioneve, por në fund e kanë mashtruar duke e hequr edhe nga regjistri. Për të mësuar më shumë rreth këtij denoncimi, do të kemi fjalën e qytetarit. Përshëndetje, mund të na e përshkruani me detaje sa i përket edhe denoncimit tuaj lidhur me Arera Automobili, pra çfarë ka ndodhur, kur jeni qasur, kur keni patur komunikimin e parë me këtë kompani dhe si ka qenë ideja për pozitën e CEO-s, pra çfarë përfshihen në ato kontratë të cilët ju pretendoni se ju kanë mashtruar? Atëherë, përshëndetje. Komunikimi me CEO-n e kompanisë ka nisur në muajin shkurt. Kur unë si një zhvillues i ri webi i futur në botën e teknologjisë, doja të merrja emër siç të gjithë. Jam vetë ofruar personit, i kam shkruar personalisht në WhatsApp, edhe i kam thënë që për emrin, për vizionin, edhe për emrin tim normal edhe për makinën, ti e munaj që zhvillon webin edhe t'jap kontributin tim. Ka qenë ora natës e vonë kur i kam shkruar, edhe më ka thënë rregull, direkt në skuadër. Edhe në mëngjesin tjetër më shkruaj ti, kam një ofertë për ty, më tha. Edhe thash, unë t'jam vetë ofruar falos, por që nëse më tregon ofertën, shumë faleminderit. Edhe më tha, avokati po përgatit ofertën, kontratën, dhe do të kesh 0.2% të kompanisë si fillim, që vlente diku tek 75.000 euro, dhe në aksionet të kompanisë. Vetëm duhet të vish në Kosovë, më tha, dhe të firmosësh. Okej, unë nisa punën time, punoja ditë e natë normal, që t'jepja kontributin time çdo gjë. Pas sa kohësh, unë mora një bilet për të shkuar në Kosovë, edhe më premtoi që do të ndryshonte kontrata, nga 0.2% do të ishte në 1%. Që kompania ka vlerë në ARBK, në zyrët e ARBK-s ka vlerë 35 milion euro, pra 1% që i binte 350.000 euro. Mu dukte pak si kutia e Pandorës, le të themi, dhe doja të ikja vetë ta shikoja me sytë e mi. Shkova në Kosovë, të firmosja kontratën, dhe kur shkuam atje, po e prisja tek noteri dhe po thoshte dhe po u vononte pak, kjo nuk ka shumë problem. Shkuam tek noteri i parë thoshte që keni shumë kontrata dhe nuk mund të pa aprovuara, të pa futura në ARBK, dhe nuk mundemi t'ju hapim kontratat të firmosura të tjera. Dhe ikëm nga ky i pari, kaluam tek noteri i dytë në Prishtinë. Të më falni se emrin nuk jam marrë mend noterit, sepse kontratën as në dorë nuk e kanë thjesht online, jo atë të firmosur. Por se përket pronarit të Arera Automobili, emri i tij dhe keni prova, dokumenta, kontrata, mesazhe, pagesa që mbështesin pretendimet tuaja lidhur me këtë denoncim? Kam të dyja kontratat, njërën me 0.2% dhe tjetrën me 1%. Të firmosurat nuk i kam, pasi dhe vetë noteri tha që duhet të dërgoni normalitikisht 70 euro për finalizimin, le të themi në thojzat e kontratës, që nuk u finalizua kur. Dhe kam vetëm 2 kontratat, premtimet dhe gjërat, dhe më ishte premtuar edhe 10.000 euro për çdo kompensim të makinës, pra 10.000 euro në çdo shitje makine. Dhe ti ka qenë që në qershor të këtij viti do të ishin makinat e shitura dhe unë do të kisha parat në dorë, por që deri më sot nuk kam as edhe një gjë. Kush është pronari i Arera Automobili me cilin ju keni kontaktuar? Qendrim Thaçi. Sa i përket këtyre denoncimeve, keni bërë përpjekje zyrtare për të kontaktuar sërish kompaninë dhe për të zgjidhur këtë çështje para se të bëni denoncimin publik? Unë jam tërhequr vetë, domethënë në aspektin nuk kam pasur kontakta që shumë siç më përpara, sepse po hulumtoja vetë dhe gjeta që edhe njerëz të tjerë ju kishte ndodhur po njëjta gjë, pavarësisht se nuk mund t'jap emra të njerëzve të tjerë sepse duan të ngelin anonim, por
kishin persona që kanë punuar 2 vjet e gjysmë me të dhe nuk kanë përfituar as edhe një gjë, as emër, as të dhënë, as një gjë. Pra kontrata, le të themi, fantazëm. Cilat janë pasojat e këtij mashtrimi që bie mbi ju dhe ka patur kërcënime nga ana e kompanisë pasi ju keni publikuar dhe rastin? Po, kam publikuar rastin totalisht pa emra, pa akuzuar askënd. Dhe kam marrë kërcënime direkt dhe nuk i kam kthyer asnjë përgjigje kërcënimeve përveç mesazheve të para. Asnjë gjë më tepër. Cilat forma kanë qenë kërcënimet? Që për shembull posti im ka qenë shumë normal, siç një histori personale, siç ta tregojnë të gjithë. Dhe jam kërcënuar me mesazhe të tipit, po nuk e fshive postin, do të kalojmë në anë ligjore. Personi inicial, më më thua. Nëse do ndalemi tek pasoja që kanë rënë mbi ty sa i përket mashtrimit në fjalë, cilat janë? Humbja e kohës, le të themi, mashtrimi që nëse kompania e tij një ditë do të dështonte, do të thoshte është faji i këtyre dhe jo i imi, dhe nëse do të fitonte do të merrte gjithçka përsipër vetë, do të thonte ja dola vetë. Pra le të themi për humbjen e kohës dhe për çdo gjë. Dhe që personi në fjalë dëshiron që të marrin punë njerëz pa, si ta them, pa fitim, pa asgjë, thjesht të punojnë falas për të. Pra kjo thirrje është për të përgjigjësuar dhe të rinj të tjerë që të mos kenë të njëjtin fat apo mashtrim si yti. Po, dhe për këtë arsye unë kam postuar edhe në rrjetin social LinkedIn, që është shumë i përhapur për të rinjt në teknologji. Dhe postimi ka ecur viral dhe për këtë ai ka pasur frikë ti humbiste reputacionin. Nëse do ndalemi tek denoncimet, pra ju po bëni sot një denoncim publik përmes medias tonë, por keni provuar që të kontaktoni me policinë, ndonjë ankesë tek Agjencia e Regjistrimit të Bizneseve në Kosovë apo institucione të tjera? Kam dërguar një email te ARBK dhe nëse përdorin firmën time për diçka të tillë që të regjistrojnë prap një kontratë, unë i kam thënë që nuk dua, nuk është me dëshirën time. Pra e kam bërë të Cila është thirrja juaj? Thirrja ime është të mos mashtrohen të rinjt më shumë nga këtë lloj mashtrimesh, sepse po përhapen shumë në Shqipëri. Sepse ka shumë të tjerë si unë që futen të rinj në teknologji dhe nuk e dinë se ku po hyjnë. Por çfarë do që të jetë Pandora, s'do të thotë të nënshkruhet. Të falenderoj. Shumë faleminderit nga ana juaj. Shikues të nderuar, ishim deri në këto momente me denoncimin një qytetari për kompani luksoze Arrera Automobili, për cilin pretendon se është mashtruar përmes premtimit për pozitën e CEOs, por jo vetëm, edhe 350.000 euro në kontrat, por si pasojë edhe këtyre mashtrimeve nuk është regjistruar në regjistrin e bizneseve në Kosovë. Bashkë, mirupafshim.